Aq e vështirë është as skama. Rron njëri me 70.000 lekë stronë. Kështu shpreh një pensionist në Bashkinë e Belshit, i cili dëshpërimisht thotë se jetesa nuk mund të përballohet pasi vetëm ilaçet kushtojnë më shumë se pensioni që marrin. Ne marrim 100.000 lekë ilaçe, sa do dalin ato? Pa të vështirë që s'ka këtë dhejmë. Nëse marrim ilaçet, po kthehen në ushqimet, po kthehen nga buka, të gjitha nuk na dalin. Të moshuarit tregojnë se heqin bukën nga goja për të paguar detyrimet ndaj shtetit, ndërsa ky i fundit i ka braktisur. Është shumë e vështirë. Zemi burra gruan. Ç'a bojmë ja me vujtje, me topa. Do rrim pangëra, paguajmë ato tatimet e shtetit. Duhet mbi 400. Ata nuk e pranojnë as karremin elektoral të qeverisë me bonusin e pranverës. E ke i marrë. Ju mjafton ai bonus? Ku mjafton që një herë në mujt e hamë dhe? Po nuk jeton më se do robë marrë ditë marrë ushimin. Ilaçet që bojnë këta i bojnë këta, i japin kot, e në hekë. Unë doktori e të bastonin të sanë këshu. Më u losë kot ato nuk bojnë, ilaçet. Në të tilla kushte, pensionistët marrin ushqime me lisa apo borxhet e të afërmit e tyre për të përballuar jetesën.